Një organizat kriminale me shtrirje ndërkombëtare u shkatërrua nga Dirandro, antidroga peruane. Bëhet fjalë për një rrjet peruano-shqiptar të përkushtuar ndaj trafikut të drogës dhe mashtrimit të blerësve të huaj përmes dërgimit të drogës së falsifikuar. Grupi kishte krijuar një sistem që kombinonte trafikun e palishëm të drogës me mashtrime ndaj organizatave ndërkombëtare. Qëllimi i tyre ishte të përfitonin shuma të mëdha parash përmes operacioneve mashtruese. Ndërhyrja e policisë bëri të mundur identifikimin e antarëve të saj, roleve brenda organizatës dhe mënyrës që përdornin për të kryer krimet. Sipas policisë, organizata ofronte ngarkesa të mëdha kokaine për blerës të huaj. Për këtë ata përgatisnin regjistrime video që simulonin transportin e drogës. Këto video tregonin dërgesa të supozuara nga zonat e prodhimit deri në portin e Callao. Ato ishin pjesë e një strategjie për të krijuar besim tek blerësit. Skema lejonte ruajtjen e një pamje e likshmërie brenda tregut të palishëm. Plani konsistonte në zëvendësimin e pjesës më të madhe të ngarkesës me miell, vetëm një nga paketat përmbante drogë të vërtet. Në këtë mënyrë synonin të mashtronin blerësit pasi kishin marrë pagesat paraprake. Sipas hetimeve, organizata kishte marrë tashmë më shumë se $60,000 nga këto transaksione, mes të përfshirëve ka shtetas peruan dhe të huaj. Një nga operatorët kryesor ishte personi me nofkën Pantro, i ngarkuar me grumbullimin dhe koordinimin. Gjithashtu merrte pjesë një shtetas shqiptar që vepronte si financues në vend. Një tjetër antar operonte nga Kolumbia, secili kishte funksione specifike brenda strukturës kriminale. Dirandro kreu një punë inteligjence që bëri të mundur identifikimin e lëvizjeve të organizatës. Hetimet përfshin teknika të posaçme që lejuan regjistrimin në video të aktiviteteve të personave të përfshirë. Në fund u kryen kontrolle në banesa të vendosura në Callao, Comas dhe Los Olivos. Gjatë ndërhyrjeve u gjetën pako droge, materiale të përdorura për adulterimin e saj, dhe objekte të ndryshme të lidhura me veprimtarinë kriminale. Gjithashtu, sekuestruan dokumente të falsifikuara dhe regjistra transaksionesh. Këto prova ndihmuan në forcimin e hetimit policor ndaj të arrestuarve. Rrjeti përdorte Bitcoin si mjet pagese. Ky sistem u mundsonte të shmangnin gjurmimin e transaksioneve. Sipas policisë, kjo metodë bënte më të vështirë ndjekjen financiare nga automjetet. Përdorimi i kriptomonedhave ishte pjesë e strategjisë për të ruajtur anonimitetin në operacionet e tyre. Në total 5 persona u kapën gjatë operacioneve. Gjykata vendosi 18 muaj burgim për anëtarët e dyshuar të organizatës. Rasti vazhdon të jetë nën hetim, ndërsa po përcaktohen përgjegjësitë penale përkatëse.